Policia e Korçës ka goditur një rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike nga ku janë arrestuar 3 persona. Në pranga kanë përfunduar Zini Qiço, 56 vjeç, bashortja e tij Juliana 43 vjeçe dhe Olger Shullëri 36 vjeç. Ky i fundit me precedent të mëparshëm penal për të njëjtën vepër. Operacioni koduar Next është zhvilluar në lagjen nr. 4 të qytetit ku gjatë një kontrolli në automjetin që drejtoi nga Shullëri dhe pasagjer ka qenë Zini Qiço, agjentët zbuluan një sasi kokaine të ndarë në doza si dhe një shumë monetare, të cilat mendojnë se janë vendosur si pasojë e aktiviteti kriminal. Kontrollet vijuan dhe në banesat e të ndaluarve ku agjentët gjetën 10 doza kokaine të gatshme për shitje dhe 2 peshore elektronike të përdorura për ndarjen e lëndës narkotike. Po ashtu në ambientet e një parukerie në pronësitë e Juliana Qiços, hetuesi zbuluan një sasi kanabisi të ndarë në doza. Si rezultat i këtij operacioni janë sekuestruar 2 automjete, 3 aparate celular dhe një shumë e konsiderueshme parash.